Po sot kemi një rast më të mirë se sa politika. Besoj që para se të jetë me rëndësi se si do të vazhdoj politika në përgjithësi në Maqedoni, është me rëndësi se si do të menaxhojmë jetën tonë të përditshme. Sidoqoftë, po ne vesh më kemi marrë vendim për të nisë procesi i bashkimit apo shkrirjes në një subjekt të vetëm politik. Unë besoj brenda kësaj jave subjektet politike, pjesë të Vlenit do duhet të sjellin vendime për emërimin apo përcaktimin e anëtarëve në kryesinë e përbashkët prej 23 anëtarëve dhe pastaj ajo kryesi do të vazhdojë me procedurat e mëtutjeshme drejt ngritjes së shtabeve në nivel lokal të përbashkët dhe sigurisht edhe vendimin për ndonjë kongres përbashkues ku do të formalizohet edhe subjekti i vetëm Vlen. Nuk është diskutuar, ajo është më pak me rëndësi përsëri se kush do të jetë kryetar, me rëndësi është harmonia që funksionon brenda anëtarëve të Vlenit. Kushdo që të jetë kryetar, unë besoj se do të jetë më i miri për Vlenin dhe për shqiptarët e Maqedonisë të Veriut. Ne kemi pasur dyshime dhe informata shumë më herët para fillimit të vitit 2025, por informatën më konkrete e kemi marrë fatkeqësisht nga mediumet, kur veç më u bë publike dhe në një takim që kemi pasur të përbashkët në Prishtinë edhe vetë pranoi se ka komunikim dhe se janë dokurduar që të vazhdojnë të takohen dhe të koordinohen për aktivitete më të gjashme politike. A pritet që qaftë të dalë nga qeveria zotë Taravarja? A do e kërkoni një shqiptese zotë në zhvillita? Shqipja është e panatyrshme që një subjekt politik që bashkëpunon me një subjekt politik në qeveri që bashkëpunon me një subjekt apo me opozitën të vazhdoj të jetë pjesë e qeverisë. Ne si Vlen sollëm vendimin të cilin është i njohur opinioni, sigurisht që tash në koordinim me pjesën tjetër të qeverisë, me partnerët e qeverisë, do të sjellim edhe vendimin e fati, do të kisha thonë, të qeverisë dhe koalicionit qeveritar. Po edhe njëherë po e përsëris që çdo kush që bashkëpunon me BD-n dhe Ali Ahmetin, të cilin ne e kemi akuzuar dhe vazhdojmë të akuzojmë për korrupsion, për krim dhe keqpërdorim 20 vjeçar të pozitave publike, nuk është e mundur që të jetë pjesë e qeverisë, por përsëri them, është një vendim formal që duhet ta bëjmë si partner të koalicionit qeveritar. Kryetar, me largimin e Arvend Karavarit, atëherës realisht edhe bëhet në pikpyetje legitimitet. Si do të funksiononi më të gjë? A do të ketë legitimitet Vleni pa Karavarit në qeveri? E kemi thënë që legitimitetin e ka marrë koalicioni Vlen me 107.000 vota, të cilat i ka marrë në zgjedhjet e fundit, si koalicion i cili është përbërë nga parti shqiptare. Pra gjithë partitë tjera kanë qenë parti që kanë përfshin në rrethin e tyre më shumë komunitete në Maqedoninë të Veriut dhe ne vlerësojmë se përfaqësimin e shqiptarëve, të drejtën e përfaqësimit të shqiptarëve ka koalicioni Vlen. Dhe përsëri këtu çdo subjekt, unë e kam thënë dhe vazhdoj të insistoj në atë që çdo subjekt që largohet nga Vlen nuk e ka përkrahjen e këtyre 107.000 votave të cilat i ka marrë koalicioni Vlen. Prandaj, pa marrë parasysh numrin e deputetëve, unë vlerësoj që koalicioni Vlen vazhdon të ketë mbështetjen dhe përkrahjen e qytetarëve të atyre 107.000 votave të cilat i ka marrë dhe sigurisht të ketë edhe legitimitetin, por këtu të sqarojnë opinionin që unë e pres që në ditët në vijim, kur do të merret edhe vendimi formal në kuadër të qeverisë për hapat e mëtutjeshëm, që numri dhe domethënë përkrahja e qeverisë të rritet dhe jo të zvoglohet. Znači, nije kao koalicija Vlen